së dhe pam një konferencë të Ministrit Vitia, ku foli për disa të arrituna në shëndetësi gjatë menaxhimit ti në këtë mandat, por foli edhe për disa probleme me cilat po përballet shëndetësia. Fatkeqësisht, ato që ka i tha Ministri Vitia, si të arrituna gjatë ti mandati, janë kryesisht suksese cilat, si me thanë, paguhen me pare. Pra, pagun pare për me i bo qato. Pagun pare për me bo një shërbim të IVF-it, pagun pare për me ose për me i vazhdu punimet në spitalin e Ferizajit, ose pajisje tjera, ose kuda dione. Pra janë, si me thanë, të arrituna suksese të fragmentume, cilat fatkeqësisht nuk sigurojnë një sistem të qëndrueshëm shëndetësor. Dhe këto i kemi problemin na. Vazhdimisht në gjitha qeverit është investu në suksese të shpejta, në suksese që shihen, në investime në infrastrukturë, por jo në reformim edhe një krijimin e një sistemi të qëndrueshëm shëndetësor. Që akum pritu në spaku prej kësaj qeverie në këtë mandat që shkoj, ka qenë spaku stabilizimi i sektorit shëndetësor në kuptimin që të ketë shërbime të qëndrueshme dhe të ketë furnizim të qëndrueshëm me bana dhe materiale. Dhe fatkeqësisht asnjëna prej këtyre nuk është arrit. Sot kemi shërbime të cilat kanë fillu nuk funksionojnë. Po e marr vetëm shembullin e shërbimit të kardiologjisë intervente në spitalin e Prizrenit, i cili ka fillu si shërbim, është investu me buxhetin e Kosovës dikon rreth 1 milion euro, rreth 1,5 milion ka investu Lux Development, qeveria e Luksemburgut. Ka fillu si shërbim nja 7 muaj, gati një vit, tash është shërbim i kufizum. Për faktin se mjekët që punojnë aty nuk janë përgatitur mjaftueshëm për mi kry ato procedura dhe, si me thanë, i trajtojnë vetëm rastet më të lehta, vetëm ato ku janë 100% sigurt se e nxjerrin nuk dëmtojnë më tepër. Tjerat i nisin për Prishtinë. Në Prishtinë ka mungesë të stendave, stendat janë numër të kufizum, përdoren privat shkollë, sa interesant. Përdoren vetëm për raste emergjente, rastet që janë në listë pritjes ose ato që njihen si rastet të trajtohen. Stenda nuk është rast urgjent gjitha. Thonë mënyrant këtë fushë. Ekziston një farë përqindje e mbylljes së anëve të gjakut. Konsiderohet rast urgjent nëse s'ka bëjnë mbi 80% e mbyllje. Mjekët kur e bojnë